Së fundmi në media kemi dëgjuar shumë për sa i përket rasteve të dhunës në mes të adoleshentëve, por cilat janë shkaqet, cilat janë pasojat dhe si mund të ndihmojmë adoleshentët tanë. Për të mësuar më tepër për këtë, na ndiqni në programin ton Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, program që përqendrohet në çështjet më problematike shoqërore të viteve të fundit, duke ju dhënë informacion për to, duke ju sugjeruar mënyra për të përballur me to, por duke ju ofruar edhe shumë inkurajim nga fjala e Perëndis, nga Bibla. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Ju përshëndes të gjithave dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë cikël programesh mbi adoleshentët, programe ku do të flasim për disa nga problemet e tyre dhe se si ju mund t'i njihni më mirë adoleshentët tuaj, ndërsa ata ecin në këtë fazë shumë të rëndësishme të jetës së tyre. Në programin e kaluar, folëm se si të njohim psikologjinë e adoleshentëve. Sot do të përqendrohemi tek një problem shumë i shpeshtë dhe shumë shqetësues. Do të flasim për dhunën mes adoleshentëve, format, shkaqet kryesore dhe pasojat e saj, dhe se si mund ta parandalojmë atë. Dhuna mes adoleshentëve është një problem serioz që ndikon në shëndetin mendor, emocional dhe fizik të rinjve. Ajo mund të shfaqet në forma të ndryshme si dhuna fizike, rrahje, shtyrje, sulme fizike, dhuna verbale, ofendime, tallje, fyerje, dhuna psikologjike apo emocionale, ngacmime, përjashtim nga grupet shoqërore, manipulim. Dhuna kibernetike, ngacmime në internet, bullizëm në rrjetet sociale. Dhuna në shkollë, në shumë vende të botës konsiderohet si një problem serioz i dekadave të fundit, veçanërisht kur përfshihen armët, siç kemi parë në shumë raste. Përdorimi i qëllimshëm i forcës fizike i përdorur kundër një personi, grupi apo bashkësie që rezulton ose ka gjasa të rezultojë në lëndim, keq zhvillim apo dëmtim psikologjik, quhet sjellje e dhunshme. Dhuna përfshin një sër sjelljesh të cilat kërcënojnë dhe e lëndojnë adoleshentin fizikisht dhe emocionalisht. Disa nga shkaqet e dhunës mes adoleshentëve janë mungesa e edukatës emocionale dhe sociale, probleme familjare dhe mungesa e mbështetjes nga prindrit, presioni nga shoqëria dhe dëshira për të dominuar apo për të pranuar, përdorimi i tepërt i dhunës në media dhe lojra elektronike, dhe gjithashtu mungesa e masave të duhura në shkolla për të parandaluar dhunën. Dhe disa nga pasojat më të dukshme të dhunës janë ulja e vetbesimit dhe problemet të shëndetit mendor, ankthi, depresioni dhe izolimi social, rezultate të dobta në shkollë dhe rritja e rrezikut për të pasur sjellje kriminale në të ardhmen. Ndikimi i grupit shoqëror është një nga faktorët kryesor që mund të nxjisë dhunën mes adoleshentëve. Në këtë moshë, të rinjt janë shumë të ndjeshëm ndaj mendimeve dhe sjelljeve të miqve të tyre, pasi ata kërkojnë të jenë të pranuar dhe të ndihen pjesë e një grupi. Ja se si mund të ndikojë grupi shoqëror në sjelljen e dhunshme të adoleshentëve. E para, presioni bashkëmoshatarëve. Adoleshentët shpesh ndihen të detyruar të imitojnë sjelljet e grupit për të mos u ndjerë të përjashtuar. Nëse grupi promovon sjellje agresive, adoleshenti mund të ndihet i detyruar të bëhet i dhunshëm për të treguar, le të themi, në thonjza forcën e tij. Frika nga refuzimi mund të bëjë që disa adoleshentë të përfshihen në ngacmime ose konflikte, edhe nëse nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë. E dyta është dëshira për dominim dhe status social. Në disa raste, dhuna përdoret si një mënyrë për të treguar forcë edhe për të fituar respekt në grup. Adoleshentët që ndihen të pasigurt për veten mund të përdorin agresionin për të ndërtuar një imazh të fortit. Disa grupe të rinjsh krijojnë hierarki, ku ata që janë më të dhunshëm marrin më shumë vëmendje dhe respekt. E treta është bullizimi dhe ngacmimi brenda grupit. Nëse një adoleshent është viktimë e bullizimit nga shokët e tij, ai mund të reagojë me dhunë si një mënyrë mbrojtjeje. Në disa raste, adoleshentët e dhunuar mund të kthehen agresor për të kompensuar ndjenjen e pafuqisë që kanë përjetuar më parë. Grupi mund të nxjisë sjellje të padrejta, duke tallur
ose duke përjashtuar të tjerët. E katërta është ndikimi i bandave dhe grupeve të dhunshme. Adoleshentët që përfshihen në grupe delinkuente mund të mësojnë të përdorin dhunën për të zgjidhur problemet ose për të mbrojtur veten. Në disa lagje ose shkolla ekziston një kulturë dhune, ku pjesëmarrja në konflikte është e zakonshme dhe e pranuar. Disa të rinj u bashkohen grupeve të dhunshme sepse nuk ndihen të mbështetur nga familja ose shoqëria. Dhe mënyra e pestë se si ndikon rrjeti shoqëror është përdorimi i rrjeteve sociale për të nxitur dhunën. Interneti dhe rrjetet sociale mund të shërbejnë si platforma për ngacmime dhe për përhapjen e konflikteve. Shpesh debatet ose grindjet që fillojnë në internet mund të përfundojnë me dhunë në jetën reale. Adoleshentët mund të ndihen të shtyrë nga shokët për të vepruar dhunshëm në mënyrë që të mbrohen nga sulmet online. Por ka mënyra për të zvogëluar apo minimizuar ndikimin negativ të grupit shoqëror dhe ja tek janë disa prej tyre. Së pari, zgjedhja e miqve të duhur. Prindrit dhe mësuesit duhet t'i ndihmojnë adoleshentët të kuptojnë rëndësinë e miqësive të shëndetshme. E dyta është forcimi i vetbesimit. Adoleshentët që kanë siguri në vetvete janë më pak të prirur të ndjekin sjellje të dhunshme për të marrë miratimin e grupit. E treta është ndërgjegjësimi për pasojat e dhunës. Edukimi për efektet e bullizmit dhe dhunës mund t'i ndihmojë adoleshentët të refuzojnë sjelljet agresive. E katërta është promovimi i aktiviteteve pozitive. Pjesëmarrja në sporte, klube dhe aktivitete artistike mund t'i ndihmojnë të rinj të krijojnë lidhje të shëndetshme. Dhe e pesta është ndihma psikologjike për viktimat dhe agresorët. Nëse një adoleshent është viktim ose autor i dhunës, është e rëndësishme të marrë ndihmë nga një psikolog ose këshillues. Është e vërtetë Dena se ndikimi i grupit shoqëror është shumë i fuqishëm gjatë adoleshencës, por me mbështetjen dhe edukimin e duhur, të rinjt mund të mësojnë të bëjnë zgjedhje më të shëndetshme. Le të kalojmë tani tek një faktor tjetër që ndikon shumë në dhunën mes adoleshentëve. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se media dhe teknologjia kanë një ndikim të madh në sjelljen e adoleshentëve, përfshirë edhe prirjen për dhunë. Në epokën e internetit dhe rrjeteve sociale, adoleshentët kalojnë shumë kohë duke konsumuar përmbajtje mediatike, e cila shpesh ka skena dhune ose promovon sjellje agresive. Edhe ja si ndikon konkretisht media dhe teknologjia në dhunën mes adoleshentëve. E para, normalizimi i dhunës në filma, seriale dhe videolojra. Ekspozimi i shpesht ndaj skenave të dhunshme në filma, seriale dhe videolojra mund t'i bëjë adoleshentët më të pandjeshëm ndaj dhunës. Disa adoleshentë mund të imitojnë sjelljet agresive të personazheve që i konsiderojnë si modele për t'u ndjekur. Videolojrat me përmbajtje të dhunshme mund të krijojnë përshtypjen se dhuna është një mënyrë e pranueshme për të zgjidhur problemet. Siç e përmendëm edhe më sipër, por edhe në shumë nga programet tona, bullizmi online ose bullizimi kibernetik është bërë një problem serioz, pasi shumë adoleshentë sulmohen, ofendohen ose përjashtohen nga grupet virtuale. Fyerjet dhe poshtërimet në internet mund të çojnë në dhunë fizike në jetën reale. Rrjetet sociale si TikTok, Instagram, Snapchat mund të nxisin një kulturë të krahasimit dhe presionit social, duke shkaktuar zemërim dhe acarim tek të rinjt. Media dhe teknologjia ndikojnë tek adoleshentët gjithashtu përmes sfidave të rrezikshme dhe promovimit të dhunës. Shumë adoleshentë përfshihen në sfida të rrezikshme që qarkullojnë në internet, të cilat mund të përfshinë dhunë ose sjellje të dëmshme. Video të dhunshme të ndara në rrjetet sociale mund të inkurajojnë të rinj të kryejnë veprime të ngjashme për të marrë vëmendje ose likes. Disa faqe interneti ose forume nxisin urrëtitjen dhe agresionin, duke i çuar të rinj të drejtsjelljeve të dhunshme. Duhet theksuar Dena se mungesa e kontrollit nga prindrit dhe institucionet në lidhje me atë që adoleshentët shohin në internet, kthehet në një nga faktorët më të mëdhenj që ndikojnë në sjelljen e tyre të dhunshme. Shumë prindër nuk janë të vetëdijshëm për përmbajtjen që fëmijët e tyre konsumojnë online. Mungesa e rregullave për përdorimin e teknologjisë mund të çojë në varësi nga ekranet dhe në izolim social. Platforma të mëdha nuk e kontrollojnë gjithmonë siç duhet përmbajtjen e dëmshme, duke lejuar që dhuna të përhapet lirshëm dhe pa kufi. Edhe ja se si mund të zvogëlohet ndikimi negativ i medias dhe teknologjisë. Ndërgjegjësimi për përmbajtjen mediatike. Adoleshentët duhet të mësohen të analizojnë në mënyrë kritike përmbajtjet që shohin dhe të mos imitojnë sjellje të dëmshme.
Diçka tjetër është kufizimi i kohës së ekranit. Prindrit mund të vendosin rregulla për përdorimin e teknologjisë dhe të inkurajojnë aktivitete jashtë internetit. Po ashtu e rëndësishme është që të monitorohet përmbajtja online. Përdorimi i filtrave dhe aplikacioneve për mbikëqyrje mund të ndihmojë në parandalimin e ekspozimit ndaj përmbajtjeve të dhunshme dhe promovimi i përmbajtjeve edukative dhe pozitive. Inkurajimi i përdorimit të fashëve dhe aplikacioneve që ofrojnë informacion të dobishëm dhe zhvillues për adoleshentët. Edukimi për sigurinë online është po aq i rëndësishëm. Të rinj duhet të mësojnë se si të mbrohen nga bullizmi kibernetik dhe se si të raportojnë sjellje të dëmshme në internet. Media dhe teknologjia mund të jenë mjete shumë të dobishme për edukim dhe argëtim, por nëse nuk përdoren siç duhet, ato mund të nxisin sjellje të dhunshme tek adoleshentët. Prandaj, është e rëndësishme të ketë një qasje të ekuilibruar ndaj tyre. Faktorë të tjerë që ndikojnë në dhunën mes adoleshentëve janë edhe problemet psikologjike dhe emocionale. Dhe duhet thënë se ato nuk janë të pakta. Le të shohim së bashku disa prej tyre. E para është stresi dhe ankthi. Adoleshentët përballen me presion akademik, shoqëror dhe familjar, gjë që mund të shkaktojë shumë stres dhe ankth. Në disa raste, kur ata nuk dinë si ta menaxhojnë stresin, mund ta shprehin përmes agresivitetit. Ankthi i lartë mund të çojë në shpërthime të papritura zemërimi ose në reagime të dhunshme ndaj situatave stresuese. E dyta është depresioni dhe izolimi social. Adoleshentët që ndihen të vetmuar ose të refuzuar mund të zhvillojnë ndjenja zemërimi dhe urrejtjeje ndaj të tjerëve. Disa prej tyre mund të përdorin dhunën si një mënyrë për të tërhequr vëmendjen ose për t'u hakmarrë, në thonjza, për ndjenjat e tyre të mospërfilljes. Depresioni i pamenaxhuar mund të çojë në sjellje vetëshkatërruese ose në dhunë ndaj të tjerëve. E treta është zemërimi i pamenaxhuar dhe impulsiviteti. Adoleshentët që nuk janë mësuar të menaxhojnë emocionet mund të reagojnë me dhunë impulsive në situata të tensionuara. Nëse dikush ndihet i provokuar ose i poshtëruar, mund të reagojë menjëherë me dhunë, pa menduar për pasojat. Mungesa e aftësive të kontrollit emocional mund të çojë në konflikte të shpeshta, madje edhe për shkallëzim të dhunës. E katërta është ndikimi i traumave të kaluara. Përvoja të dhunshme në fëmijëri si abuzimi fizik, emocional ose neglizhenca mund të çojnë në sjellje agresive më vonë. Adoleshentët që janë rritur në një ambient të pasigurt mund ta shohin dhunën si një mënyrë për të mbijetuar. Trauma mund të krijojë një ndjenjë të vazhdueshme të frikës dhe agresivitetit, duke i bërë ata të reagojnë me dhunë ndaj situatave që i perceptojnë si kërcënuese. Një problem tjetër që ndikon në dhunën mes adoleshentëve janë edhe çrregullimet e personalitetit dhe problemet mendore të padiagnostikuara. Disa çrregullime të personalitetit, si çrregullimi bipolar ose çrregullimi borderline, mund të shkaktojnë mungesë ndjeshmërie dhe prirje për dhunë. Çrregullimet e humorit ose psikopatologjitë e tjera mund të ndikojnë në kontrollin e impulseve dhe në aftësinë për të kuptuar pasojat e sjelljeve të dhunshme. Në shumë raste, këto probleme nuk diagnostikohen në kohë, duke bërë që adoleshenti të mos marrë ndihmën e duhur. Ja disa mënyra se si mund të parandalohen dhe menaxhohen problemet psikologjike që çojnë në dhunë. E para është ndihma psikologjike dhe këshillimi. Terapia dhe këshillimi psikologjik mund të ndihmojnë adoleshentët të menaxhojnë emocionet edhe të mësojnë strategji për kontrollin e zemërimit. E dyta është edukimi emocional. Mësimi i teknikave të menaxhimit të stresit dhe të shprehjes së ndjenjave në mënyrë të shëndetshme mund të zvogëlojë prirjen për dhunë. E treta, mbështetja nga familja dhe shkolla. Një mjedis mbështetës ndihmon adoleshentët të ndihen të sigurt edhe të kuptuar, duke reduktuar nevojën për sjellje agresive. E katërta është angazhimi në aktivitetet pozitive. Sportet, arti dhe aktivitetet sociale ndihmojnë në kanalizimin e emocioneve në mënyra jo të dhunshme. Dhe e pesta është identifikimi i hershëm i problemeve. Vëmendja ndaj shenjave të stresit, depresionit ose sjelljeve agresive mund të ndihmojë në ndërhyrje në kohë. Për të ndihmuar adoleshentët që përjetojnë këto vështirësi dhe kanë prirje për të qenë të dhunshëm ose për të qenë viktima të dhunës, ja disa hapa që mund të jenë shumë të dobishme. E para është ndihma profesionale. Konsultimi me psikolog ose këshillues mund të ndihmojë në identifikimin dhe trajtimin e problemeve emocionale dhe mund t'i mësojë adoleshentit strategji efektive për menaxhimin e stresit
dhe të dhimbjes. E dyta, edukimi emocional. Programet që fokusohen në inteligjencën emocionale dhe menaxhimin e ndjenjave mund të ndihmojnë të rinj të zhvillojnë aftësi për të përballuar situata sfiduese pa u kthyer në agresion. E treta janë mjediset mbështetëse. Krijimi një ambienti ku adoleshentët ndjehen të dëgjuar dhe të mbështetur, si në familje ashtu edhe në shkollë, mund të zvogëlojë ndjeshmërinë e tyre ndaj stresit dhe të nxjisë sjellje më pozitive. Pa masa mbrojtëse të forta në shkollë dhe në shoqëri, adoleshentët janë më të ekspozuar ndaj dhunës. Ndërkohë, një sistem i mirë organizuar i mbështetjes edhe ndërhyrjes mund të ndihmojë në krijimin e një mjedisi më të sigurt për të gjithë. Ja disa gjëra që duhet të bëhen prioritet për minimalizimin e rasteve të dhunës mes adoleshentëve. E para është zbatimi i rregullave të qarta në shkolla. Politikat kundër dhunës dhe bullizimit duhet të jenë të qarta dhe të zbatohen rreptësisht. E dyta është trajnimi i mësuesve dhe stafit shkollor. Ata duhet të mësojnë se si të identifikojnë shenjat e dhunës dhe si të ndërhyjnë në mënyrë efektive. E treta është krijimi i hapësirave të sigurta për të rinjt. Qendrat rinore, aktivitetet sportive dhe projektet komunitare mund të ndihmojnë adoleshentët të kanalizojnë energjinë e tyre në mënyrë pozitive. E katërta është programe për edukimin emocional dhe social. Mësimi i menaxhimit të emocioneve edhe i zgjidhjes paqësore të konflikteve duhet të jetë pjesë e kurrikulës shkollore. E pesta është mbështetja psikologjike. Prania e psikologëve në shkolla edhe mundësia për këshillim duhet të jenë të garantuara për të gjithë nxënësit. Dhe kemi mbritur kështu mikesha të dashura në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë mjaft të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.